Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin Adaga Media. Atëherë, si që patë edhe në intro, sot do bëjmë një loj me FC Mobile. Pra, sot ka dal FIFA 26, pra ose ndryshe FC Mobile 26. Dhe tani do të shohim pak e klubi, ndryshime që ka ndodhur. Shkoni është bërë krejt tjetër. Ja, këtu ka dhe badges, cilat të ndihmojnë të rrisësh edhe overrun. Ka dalë seksioni i badges, pra badge, që këta merren duke bërë progres me lojën, duke luajtur. Ka dalë shumë gjëra të bukura, të mira, por për fat keq maskeranët janë ndërruar me tokensa. Shikoni, tani s'kam me maskerano sepse një maskerano që kisha e bëra exchange me parë. Tani s'kam për të bërë ankapë. Ta provojmë pak, jo, nuk kam mjaftueshëm, por do të shohim se si bëhet training. Do të marr Marquezin, i cili me ka rënë javën që kaloi, them, diçka e tillë, training. Dhe tani i bën fill edhe 30 pa bërë full rank up. Ja, kjo është gjë e mirë. Keq. Dhe ja siç ja u bë pa i bërë rank up, pra pa arritur deri në maksimum. Ka dalë edhe një seksion i ri këtu, ka dalë në extra time, që mund të shikosh lojtarët, pra me statistika, 1 minutë sa të bëhet, pra player compare. Shembull, Bellinghamin me Crossin dhe me De Bruynin. Compare e bajmë. Shikoni, dhe më thënë, Bellinghamin e paraqesin si më të mirë. Bëjmë advancing stats, pra me gjëra tjera. Bellinghamin e paraqet më të mirë në vrapim, në gjuajtje, në mbrojtje dhe në fizik, kurse Crossin në pasim dhe në driblim. Kurse De Bruynin nuk e paraqet fare si më të mirë në ndonjë gjë. Atëherë set all, e bëjmë kështu dhe shkojmë shohim eventin. Pasi unë e kam parë, por duat t'ju tregoj juve. Kam hapur edhe paketa, por tani më kanë mbaruar Jamesat, kam vetëm 2000, kështu që s'mund hap më. Shikoni, shkojmë një herë te infoja. Atëherë ja infoja, pra do thot se që kemi për të bërë. A bëjmë play dhe shohim se ç'na bjen. Aha, kuptova se si funksionon. Tani e kuptova. Shkojmë te maini, që kemi për të bërë skilla dhe ndeshjet. Bëjmë claim. Pra pak a shumë i njëjti sistem. Dita e parë, marrim 500.
Këto është që të shohim me reklamë, për s'po e bëj tani, do ta bëj kur të mos jemi në video. Shohim në rewardsat, se që na japin në rewardsat. Për shembull këtu me 50 merr 10 shartsa, 100 Jamesa me 50 tokensa, 100 tokensa. Ne duhet që të hapim këtë paketën 104-109 dhe Van Dijkun, se për çfarë shërben ky nuk e kuptoj. E marrim free, falas. Free, kjo është 50, etj. Dhe ta shikoni edhe vetë, pasi ata që pa shikojnë këtë video mendoj se duhet të jeni lojtar të kësaj loje. Shkojmë tek galeria dhe shohim se sa shortsa janë. Për shembull, Bellingami është 1250, është një çmim i shtrenjtë. Ronaldinho që do ta doja shumë që ta merrja, por se di a e marr, pasi që nga shumë 1500, pasi nëse del Mbappéja dua ta marr, ose ndonjë Ronaldo, ose dikush tjetër dua ta marr. Kroosi 1000, edhe mund ta marr nëse më bën 2000 sa ose 3000. Nëse marrim shumë shansa këtë event. Hernandez nuk e di, nuk mendoj se duhet ta marr. Alisson do të doja një më të mirë, etj. Ka shumë. Team badge këtu hale. Atëherë ja ku është. Team badge, claim, do t'i marr free. Okay. Here, claim. Shkojmë tek Star Passi. Do të bëj edhe diçka të fundit, do t'ju tregoj se si është kur hyn në ndeshje. Ja, tani ka ndryshuar shumë. Më falni këto desha tek menu. Ja. Hyn në lojë. Dhe do të shikoni se si është gameplay, si shfaqet kur bën golin, etj. Pra ka shumë ndryshime në krahasim me 25-ën. Është bërë një lojë edhe më e bukur tani. Well, we're into the final half hour. It's around him. Really good diving save. E shikoni, portierët janë më të mirë. Bale. And still danger here. Shikoni, shumë e vështirë të bëjmë gol. Edhe dhe gol, e shikoni si del. Pra del shumë bukur. Dhe kjo këtu, unë nuk e këtaj nga fare, por
Dhe goli I dytë që bëra unë. Three to the good now. Well, I love this finish. No messing about. He just hits through the back of the ball with such power. That's a good goal. Well, on the Më pëlqen shumë se si ka ndryshuar Gunter. Për mirë. And Zaha has it. Nuk vonon shumë që Getting forward. ta gjoj topin. But timely Ose defending when it diçka tillë. mattered. Wilfried Zaha. Now with Bale. In it goes! Dhe Bailey bërë një super gol. In front now. Shikojni edhe This një deserves herë. another look. Just see the bend he gets on the ball. That's a great bit of skill and an excellent goal. Really well. What a performance that was today. Okej, morëm të treja. Edhe këngët janë të bukura pra. Edhe pse edhe ato nuk është se kanë qenë ja të bukura, po gjithsesi. Tani unë do jap notën time për FC Mobile 26. Atëherë, për mendimin tim, kjo lojë e meriton një 9 në 10 nga unë. Më pëlqen shumë se si është bërë. Shpresoj që edhe juve. Është një lojë shumë e mirë, edhe 25 ka qenë, por kjo tani është edhe më e mirë. Për mendimin tim kam rregulluar disa gjëra që duhej rregulluar. Dhe tani me kaq do ta mbyllim videon. Ju them që mos të harroni të bëni like, comment dhe subscribe, sepse na duhet mbështetja juaj. Mirupafshim.